e qëndrueshme skema e pensioneve në Shqipëri duke marrë parasysh edhe emigracionin edhe moshën më të hershme për daljen në pension? Në përgjithësi, të paktën duke filluar që para 15 vjetësh, skema e pensioneve nuk ka qenë e qëndrueshme dhe e tillë do të jetë edhe për një periudhë kohore shumë të gjatë, sepse ne kemi një raport të zhdrejtë midis atyre që janë sot në pension dhe atyre që kontribojnë. Kemi 1.1 milion forca pune dhe kemi gati 800.000 persona të cilët përfitojnë në pension plot, pension të pjesshëm, pension familjar dhe mbështetje për shkak të papunësisë. Në një kohë që nëse duam që këta të kenë pension dinjitos, ne duhet të kemi të paktën 3 veta në punë për një pensionist, që do të thotë që ne duhet të kemi të paktën 2.400.000 forca pune, aq sa ne jemi popullsi komplet. Që nga rritja e fundit e pensioneve, a mendojnë që është e përballueshme në raport me rritjen e kostos së jetesës? Pensionet asnjëherë nuk kanë qenë dinjitoze. Nëse do të bëjmë krahasim me pensionet para vitit 90, në momentin që diljen pension para vitit 90, merrshë pension 70% pagës. Ndërsa tani, edhe sikur ta kesh rrogën 1.000 euro, e ke pensionin 20% rrogës, pra do marrësh 200 euro. Kështu që kjo është gjëja më e padrejtë që mund t'i bëhet atyre që dalin sot në pension. A mendoni se shteti ka një hapësirë në buxhet për të rritur akoma më shumë pensionet? E vetmja mundësi për të rritur pensionet nga buxheti i shtetit, që për mua është e jashtëligjshme, është që rreth parë një buxheti i shtetit nuk duhet mbështeti fare pensionet me para nga taksa paguesit, sepse është skema e pensioneve. Ata duhet gjenë mundësitë se si të gjenerojnë para për të paguar pensionistët, po shteti duhet ndërtoj politika punësimi, shteti duhet bëj transparencë për ekonominë e zezë dhe për ekonominë gri, sepse mendoj që 40% e ekonomisë shqiptare është ekonomi që nuk bën pjesë në ekonominë që njohim ne. Ne kemi një të ardhur produkt përgjithshëm kombëtar 24-25 miliardë euro, që ne e dim se si funksionon dhe se si qarkullon paraja, pra po kemi edhe një gati 20 miliardë tjera, të cilat janë ekonomi gri dhe ekonomi e zezë, që ne nuk e dim as se ku shkon, as se çfarë bëhet me këto lekë se si qarkullojnë. Te ekonomia gri, po, kjo ekonomi mund të bëhet transparente dhe mund të bëhet pjesë e ekonomisë, sepse janë veprimtari ekonomike që ligji i lejon, po që njerëzit abuzojnë. Ekonomia e zezë është ekonomi e trafiqeve, e drogës, e kalimit palishëm të kufirit, e substancave të tjera jo narkotike, po që janë të rrezikshme, e bizneseve që janë që nuk mund të legalizohen, kështu që ne këtë pjesë të ekonomisë duhet sa pak ta reduktojmë dhe ta zhdukim një herë mirë, sepse na dëmton shumë dhe për imazhin e Shqipërisë. Po ka mundësi, nëse ne arrim të futim edhe 10-11 miliardë tjera euro çdo vit në buxhetin e shtetit nga ekonomia gri, atëherë buxheti i shtetit forcohet, krijohen politika mbështetëse për familjet, që familjet shqiptare të bëjnë shumë fëmijë, dhe po pastaj po kështu ndihmon buxheti i shtetit, po jo të nxjerrim lek nga buxheti i shtetit ne, sepse ka dështuar të kemë skema pensioneve. Sa i rrezikuar është sistemi nga informaliteti në tregun e punës? Edhe pse është bërë një punë e mirë për transparencën në tregun e punës në Shqipëri, kodi i punës i Republikës Shqipërisë është një ligj i mirë, lehtësisht i krahasueshëm me pjesën tjetër të legjislacionit të Bashkimit Evropian, edhe aktet në ligjore janë të mira. Çështja është se këtu në Shqipëri abuzohet me kontratat individuale dhe kolektive të punës. Çështja tjetër në Shqipëri është se sindikatat ose janë informale, ose janë thjesht funksionojnë sa me letra dhe nuk bëjnë mbështetje totale të punonjësve. Në këtë fazë kemi një shpërfytyrim komplet të marrëdhënieve punëdhënës punëmarrës, kështu që ky është problemi, nuk është problem ligji. Edhe çfarë do bëjnë ata inspektorët e punës? Sa janë ata? Edhe aq sa janë, po pra duhet të jenë dhe profesionistë që të bëhet puna mirë. Jemi duke paguar më shumë sigurime shoqërore sot? Në raport me pagën, jo, sepse në Evropë ka, edhe në Ballkan, ka vende në të cilat sigurimet shoqërore dhe shëndetësore bëjnë gati 50% të pagës. Çështja është se ne kemi pagat e ulta. Dhe pjesa që kontribuojmë ne për sigurimin shoqëror dhe sigurimin shëndetësor është e lartë sepse kemi pagat e ulta, po jo si përqindje. Ne kemi maksimumin, ta marrim 30% për qef. Evropa e ka edhe 55%. Ka dhe vende në Ballkan që e kanë 49 dhe 50% kontributin. Kështu që
nuk është e lartë në përqindje, në vlerë relative nuk është e lartë, po në vlerë absolute është e lartë. A ka të bëjë në mënyrë të drejtë për drejtë rritja e pagës minimale me rritjen e ekonomisë? Jo. Rritja e pagës minimale është një mekanizëm për të garantuar pagën minimale për një pjesë të mirë të njerëzve që janë punë. Për hir të zërtetës, pjesa më e madhe e punonjësve që bëjnë punë të rëndomta janë me pagën minimale, që tani nga 40.000 u bë 50.000 lekë. Dhe çështja këtu qëndron te struktura e ekonomisë dhe te produktiviteti. Domethënë, struktura e ekonomisë shqiptare ekonomia shqiptare nuk është e mirë diversifikuar dhe në ekonominë shqiptare nuk ka produktivitet. Një punëtor shqiptar ka produktivitetin 15-20 euro në ditë, një punëtor danez ka produktivitetin 500 euro në ditë. Kupton çfarë diferencë të madhe ka kjo? A mendoni se rritja e pagave krijon një hendek të madh me sektorin privat dhe aty publik? Në përgjithësi, nëse do të bëjmë krahasim midis Shqipërisë dhe vendeve tjera në lidhje me kush i rrit pagat, në Shqipëri pagat i rrit sektori publik, me idenë që ta ndjeki sektori privat. Edhe kjo gjë bëhet edhe me ligj, edhe me pagë minimale, edhe me pagën maksimale për cilën paguhen sigurimet shoqërore dhe gjëra të kësaj natyre. Në një kohë që nëse ekonomia shqiptare do të funksiononte mirë, do të ishte sektori privat ai që do të ngrinte rrokat sepse do kërkonte njerëzit më të mirë. Çështja këtu në Shqipëri është se s'ka konkurrencë as për vendin e punës. Duke mungu konkurrenca për vendin e punës, normal që pagat janë në atë nivel që janë. Leku sot është më shumë se euro, ja? Dhe a mendoni se ky është një trend i momentit apo do jetë një fenomen që do të zgjasë? Po, ju me të drejtë përmendni faktin që 1 euro këmbehet tani me diku te 95-96 lekë, kur para disa vitesh ka qenë me 113, me 127, para 15 vitesh ka qenë edhe me 120, 142. Unë mendoj që kjo çështje është një çështje për cilën duhet të përgjigjet kryeministri dhe guvernatori i Bankës së Shqipërisë. Personalisht para 2-3 ditësh dëgjova me shumë interes edhe intervistën edhe deklaratën për shtyp të Bankës së Shqipërisë. Për mua ajo deklaratë e Bankës së Shqipërisë nuk ka asnjë mbështetje shkencore, asnjë mbështetje logjike dhe nuk ka lidhje fare me ekonominë shqiptare. Marrëdhënia lek-euro, të paktën gjatë 3-4 viteve të fundit, kjo bëhet thjesht për të mbuluar çështjen e borxhit publik që ka Shqipëria. Kështu që për mua duhet ose të ndërtohet një raport i mirë i drejtë lek-euro, hapi i dytë do të jetë paksimi i qarkullimit të lekut në Shqipëri dhe hapi i tretë do të ishte që të përdorim euron në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, sa më shpejt jetë e mundur. Si mendoni se po ndikon remitanca dhe turizmi në rritjen e lekut? Shiko, ju keni drejt që pyesni sepse këtu bëhet fjalë për kërkesën dhe ofertën për para, dhe brenda kërkesës dhe ofertës për para, kërkesë dhe ofertë për lek dhe për monedat kryesore të huaja që qarkullojnë në territorin e Shqipërisë, dollari, euro, poundi dhe ndonjë tjetër. Është e vërtetë që remitancat janë të rëndësishme për Shqipërinë, ato kanë kontribuar nga 700 milion deri në 1.4 miliard dollar ose euro, që ti marrim gjitha bashkë në gjatë vitet e fundit ka qenë e qëndrueshme. Është shumë interesant fakti që Shqipëria dallon nga të gjithë vendet e tjera në të cilat emigrantët sjellin para. Janë gati 40 vende në botë që njihen për të pjesë që emigrantët sjellin shumë para në vend, por Shqipëria është e 5 vendet që emigrantët sjellin më shumë. Edhe ajo që është më interesante është që tani edhe brezi 2 dhe brezi 3 emigrant vazhdon të sjellin para. Në Shqipëri kjo tregon lidhjen e fortë që ka familja shqiptare dhe rënjët me origjinën. Kjo është një gjë mirë, nuk është gjë e keqe. Turizmi sjell, po ne dimë që turizmi gjithmonë ka kontribuar sidomos 2-3 vitet e fundit në prurjen e fluksit të euros dhe ndikon në kërkesën dhe ofertën për euro, por ajo që është më problematike është momenti kur kemi fluks. Ne kemi fluks të euros në momentin kur nuk duhet ta kemi, sepse ne prodhojmë në verë. Shqipëria ka bujqësinë, ka minierat, ka turizmin edhe ka dhe energjetikën. Ne në dimër nuk prodhojmë. Dhe në dimër nuk është se kemi fluks euro. Ne fluksin e euro se kemi në periudhën e verës. Edhe në dimër një javë, 2 javë për vitin e ri. Pra, në momentin kur leku duhet jetë i dobët, ne lekun e kemi të fortë.
Tani këtu duket politika monetare e Bankës Shqipërisë. Banka e Shqipërisë, po t'ishte ai që drejton aty me dy pare më në kokë, në momentin që ka fluks e euro, lun politikën monetare që të dobësoj lekun e të normal që edhe të forcoj euron, jo të dobësoj euron në kohën që bujësia prodhon, sepse pengon eksportet, pengon prodhimin, pengon produktivitetin e ekonomisë shqiptare. Në qoftë se ulemi në tavolinë, kështu diskutohet në tavolinë, jo më kështu me deklarata del aty, dikush flet aty në deklaratë përpara një-dy televizioneve, pas një gazetar të ekonomisë që dy pyetje serioze, edhe u qujt aty që u bëm deklaratë për shtyp, edhe i tham shqiptarëve se gjendja midis eurës dhe lekut është e mirë. Jo, nuk duhet funksionojshë. A indikon për keq eksportuesit një lek i fortë? Po, 100% një lek i fortë për te logjikës është shumë i dëmshëm për eksportet shqiptare, kështu që ne duhet të fillojmë të mendojmë për një model të ri ekonomik, sepse ne modelin ekonomik e kemi të mbështetur te konsumi dhe jo te prodhimi. Duke patur model ekonomik mbështetur te konsumi, ne automatikisht kemi edhe këtë pjesën që me që nuk prodhojmë, do të detyrohemi të importojmë sepse do konsumojmë. Kështu që ne importojmë, lekët që vinë nga remitancat edhe lekët që vinë nga turizmi, ne i bëjmë prapë mallra e shërbime, i çojmë jashtë shtetit. Në një kohë që ato lekë mund t'i mbani për të bërë investime. Ne i bëjmë prapë kështu, qep, tomate, këpucë, pantallona, benca. Kupton? Le të sjellin ata, edhe 20 miliard sigur të sjellin emigrantët në Shqipëri, edhe sigur 100 miliard sjelli turizmi, prapë të punë do bëjmë nëse ne s'prodhojmë. Ato lekë që i marrim, do shkojmë prapë jashtë, blejmë grur, blejmë naftë, blejmë makina, blejmë pantallona, blejmë, ku diun, pajisje. Tani, ne s'prodhojmë asgjë. Përmendaj është situatë. Me këto ritme që po ecim, a mendoni se në një të ardhme të largët ose të afërt, euroja do jetë një monedhë kryesore? E përmenda edhe pak më përpara, euro është imediate. Nuk është çështje e të ardhmes. Megjithatë janë disa hapa për të hedhur, kështu që ne duhet të plotësojmë disa kritere për të në mënyrë që Banka Qendrore e Bashkimit Evropian të pranojë që edhe në territorin e Shqipërisë të përdoret në mënyrë të gjerë euro dhe të gradualisht të hiqet edhe leku. Shiko, kjo çështje lekut janë disa që janë edhe kështu me këtë ndjenjë nacionaliste, jo po leku, jo po është emri Aleksandrit e ku diun e ka bërë mbreti. Tani kur e hoqi Franca, frankun francez, kur e hoqi Gjermania Deutschmarken, që ishin simbolet e nacionalizmit francez dhe nacionalizmit gjerman, kur e hoqi Italia liretën, kur hoqi Greqia dhramin, nuk ka tani debatu, jo po leku, jo po Aleksandri i Madh, jo po ku diun, flamuri. Janë çështje është degenerimi i politikës, nuk është çështje nacionalizmi. Faleminderit.